Takimi I administratës, Trump I kënaqur me efektin e tarifave. I ulur në dhomën ovale, presidenti amerikan Donald Trump mblodhi afër vetes shefat e departamenteve për të raportuar mbi punën e tyre. Shefi I shtetit amerikan theksoi efektin pozitiv të vënies të taksave. Kryetari I shtetit u tregua I hapur për të lejuar fermerëve që të rekomandojnë punëtorë emigrantë, të cilët mund të qëndrojnë në vend për një kohë dhe përfundimisht pranohen në vend me status ligjor. Në këtë takim, ishte I pranishëm dhe njeriu më I pasur I botës Elon Musk, që Trumpin po e asiston në shkurtimet buxhetore. Shtëpia e parë njoftoi heqjen e tarifave reciproke nga një sër madhash elektronike, telefonat inteligjent, kompjuter dhe mallet e tjera elektronike që hyn në SBA do të përjashtohen nga tarifat e vendosura nga administrata Trump mbi importet, sipas një njoftimi nga zyra e doganave dhe mbrojtjes kufirit të Shtetit Bashkuar të publikuar të premten vonë. Masa do ndihmoj për të mbrojtur konsumatorët amerikanë nga ndikimi I pritshëm dhe rritja e kostos tarifa në një sër produktesh të teknologjisë së lartë. Përjashtimi përfshin pajisje elektronike nga Kina, të cilat aktualisht janë goditur me një tarifë shtesë për 145%, gjysmë për çuesit, gjithashtu janë përjashtuar nga tarifa bazë për 10%, shumicën e partnerëve tregtar të Shtetit Bashkuar dhe taksa e shtuar për 125% për Kinën. Agjencia e Doganave dhe Mbrojtjes Kufirit renditi 20 kategori produktesh në listën e produkteve të përjashtuara, duke përfshirë kodin shumë të gjatë 8471 për të gjithë kompjuterët, laptopët, diskjet dhe përpunimin automatik të të dhënave. Pajisjet e tjera përfshin pajisje gjysmëpërçuese, pajisje IP memorie dhe ekrane me panele të sheshta, nuk vëdhajnë shpjegim për lëvizjen, është një burim lehtësimi për firmat e mëdha të teknologjisë amerikane, përfshirë Apple me pas në Cupertino dhe Dell me pas në Texas.